Natyra na jep shumë mrekulli. E dy prej tyre i kemi fal bletëve. Bëhet fjalë për mjaltin, por edhe për qumshtin e bletëve. E për të folur për këto, kemi ftuar sot një kultivues pasionant. Ftoj direkt në studio tani Denald Gjata. Mirë se erdhe, Denald. Donela, përshëndetje, mirë se u gjeta. Shkojmë direkt tek këndi dhe flasim atje për çdo detaj. Aty ku kemi gjithë produktet tona. Po, të ftoj. Faleminderit. Atëherë këtu shoh mjaltin një herë, sa i mirë që është, unë vdes për mjaltin. Kemi dy lloje mjaltish fakikisht, kemi mjaltin shumë lulesh dhe mjaltin e gështenjes, kurse këtu kemi lanë propolisin dhe normalisht qumshin e në këtë periudhë sidomos. Patjetër. Në fakt ne kemi disa produkte që kanë lidhje me bletët, por kryesori për cilin do të flasim më së shumti sot është qumshti i bletës. Ësakt. Faktikisht jemi në kohën më të dur për ta përdorur qumshin e bletës. Dhe që është e vërteta e këshilloj gjithë përdore, sepse kemi virozat para dhe do na duhet pak imunitet. E vërtet. Tani, ti ke vite që je fokusuar tek produktet, qoftë mjaltit, qoftë qumshti bletës? Faktikisht unë kam trashëgimni, po kam gati të 7 vite që kam marrë frenin dorë, ku i thonë edhe po e çojmë përpara këtë biznes, që momentalisht është shumë i bukur, ma përpara s'njive shumë, po i kemi dhënë pak zë, edhe njerëzve që ndërgjegjësohen për pjesën e përdorimit të këtyre produkteve që Shqipëria i ka natyrale në krahasim me shtetet tjera. Ju i prodhoni vetë, pra merrni me çdo gjë vetë? Patjetër. Kemi edhe punëtorët tam, po përkushtimi është i joni ose gjitha detajet. Pra çdo produkt është i bërë në Shqipëri? Patjetër s'bëhet fjalë. Rregull. Atëherë kalojmë direkt tek tregimi më shumë i qumshit bletës që ti e ke këtu brenda te kjo çanta. Faktikisht kjo është çanta termike që mban. Po faktikisht kjo është pasuria jonë, është ajo më e dura. Kemi çantë termike që ne në këtë lloj forme e tregtojmë, sepse është forma më e mirë për ta mirëmbajtur qumshin e bletës. Që të ruaj gjitha vlerat. Patjetër. Dhe brenda kemi manualin përdorimit, që qumshi i bletës me këtë pajiset, me manualin përdorimit, ku ja shpjegon nga fillimi deri në fund për mënyrën e saktë përdorimit. Tu kemi një manual me 25 ml qumësh blete, që është për moshën 25 deri në 55 vjeç. Ndërsa këtu brenda kemi... Mund ta mbaj ndërkohë pak? Patjetër. Këtu brenda kemi qumshin e bletës. Këto janë 3 shenjat e qumshit bletës. Kemi 2 shenja me 10 ml dhe 1 shenjë me 5 ml. Dhe kjo kuroz gjatë 35 ditë përdorim. Dhe ajo që kemi veçanti është manuali përdorimit. Ai ku bën të mundur që qumshi i bletës të japi efektin maksimal tek grup mosha 25-55 vjeç që ne thamë. Përpara se të flasim për efektet, për vlerat e qumshit bletës, mund ta shpjegojmë pak a shumë çfarë është qumshti i bletës për të gjithë ata që ndoshta thjesht e dinë si terminologji ose ja dinë ndoshta vlerat, po nuk e dinë se çfarë është konkretisht. Atëherë, qumshi i bletës është një ilaç bimor që del vetëm nga bleta dhe ne i themi del nga palca e bletës. Dhe shumicet e rasteve kur qumshi i bletës nëse ka dalë nga bleta është natyral dhe është shumë i efikas, nuk është i mjalti për shembull që mund t'i bëjmë për zgjerje apo diçka. Qumshi i bletës nuk pranon për zgjerje. Pra nuk mund të bëhet hile te qumshi i bletës nëse është qumësh blete, por momentalisht tregu është shumë i piset me qumshin industrial që vjen nga jashtë edhe është qumësh pluhur, domethënë. E vërtet. Pra përsëri nuk është se kemi siguri maksimale. Patjetër. E rëndësishme është të dimë se ku të drejtohemi për ta. Patjetër, ajo është e para fare. Unë besoj që ju gjithsesi ja shpjegoni klientëve përpara se të marrin dhe ta përdorin, po e mira është që sa herë mund të harrojnë diçka. Patjetër, ka manualin e përdorimit që faktikisht tu e shpjegon nga fillimi deri në fund. Kemi sasinë totale që është 25 ml, kemi sasinë ditore 1 ml ditë çdo mëngjes e esut poshtë gjuhës, se qumshi i bletës përdoret gjithmonë esut poshtë gjuhës, dhe normalisht që kemi ato pauza që kryen çdo 10 ditë përdorim, domethënë. Në rregull, atëherë do kalojmë tani tek përfitimet. Unë tek ky manuali pash disa, po do pëlqente më shumë të flisje ti të dëgjonim konkretisht për vlerat kryesore. Ç'është e vërteta, ne me qumshin e bletës kemi edhe një kuro që është parsorë momentalisht, shumë çifte kanë problem për shtatzani të suksesshme. Dhe qumshi i bletës është ai që ndikon tek shtimi i hormonit mashkullor dhe shtimi i hormonit femëror, domethënë. E para është kjo
vëti kuruse ose vëti parsore të qumshi i bledhës që ndikon. Pastaj kemi për rritjen e imunitetit, kemi për fëmijët që kanë pak vonesë në të folur, kohët e fundit ka shumë fëmijë të tillë për shkak se përdorin telefonin apo prindërit nuk japin atë kohën e duhur. Gjithashtu kemi për parandalimin e gjëndrave kancerogjene, që është shumë e rëndësishme edhe kjo pjesë. Për aneminë e gjitha me radhë, po këto janë 3 parsorët. Unë ndërkohë duke bërë si mësuese që ti flet. Po më lexon të tyra, dhe? Dhe unë so, ke harruar ndonjë gjë? Apo jo. Përmende shumë nga këto vlerat, ka ndonjë rast që për shembull nuk sugjerohet që duhet të kihet kujdes për persona Patjetër që ka. Rasti kryesor është për nënat shtatzane mbi muajin e 5. Edhe është një rast që nuk këshillohet përdoret vetëm me rekomandimin e mjekut gjikonolog. Dhe normalisht ka raste për shembull për moshat nën 2 vjeç që nuk këshillohet, gjithashtu me rekomandimin e mjekut pediatër. Po efekte anësore mund të themi që ka? Normalisht, në momentin që nuk e përdor siç duhet, normal që ka efekte anësore dhe efekti anësor apo dëmtimi që bën qumshi i bledhës, duke qenë që është ilaç, dëmton mëlçin. Në momentin që përdoret pa kriter ose në mënyrën jo të duhur. Pra duhet pasur shumë kujdes tek përdorimi, pasi që ka goxha, le të themi, me disa kleçka nga pas. Dhe siç ka efektet shumë të mëdha pozitive. Çdo mjek ka dhe të keqe. Duhet të kesh kujdes. Prandaj dhe ne shoqërohemi me manual përdorimi, duke filluar nga mosha 2 vjeç ne jemi të aftë të përcaktojmë manualin përdorimit deri në moshën 55 vjeç plus. Dhe ky manual përdorimi të ndihmon për ta përdorur në mënyrën e saktë qumshin e bledhës. Dhe duke përdorur në mënyrën e saktë, jep efekte maksimale. Ti më përmendë disa efekte pozitive që lidhen kryesisht kur dikush ka një problematik të caktuar. Pra, gjithmonë ky është rasti që konsumohet vetëm në rastin kur dikush ka një problematik të caktuar dhe do ta kuroj, apo edhe për njerëz që nuk kanë, që janë plotësisht të shëndetshëm, po duan të rrisin ndoshta të bëjnë edhe më të shëndetshëm, të rrisin imunitetin. Absolutisht, biles shumicat në Shqipëri dhe më bëhet qefi për këtë, që parandalojnë virozat, e marrin qumshin e bledhës. Ne kemi dhënë klientëve tani edukat që çdo shtator, tetor, nëntor të përdorin qumshin e bledhës, se janë muajt më të rëndësishëm. Gjithashtu duke filluar dhe prill, maj, qershor, pasi bëhet ndryshimi i gjakut edhe ne jemi më të disponuar të marrim viroza të ndryshme. Dhe shumë klientë tanë e kanë si procedurë që çdo shtator, tetor, nëntor fillojnë dhe përdorin qumshin e bledhës. Ka një afat skadence të shpejt, pra duhet pasur kujdes kur blihet që të përdoret shpejt apo nuk do të thotë gjë? Qumshi i bledhës është ndryshe nga mjalti. Mjalti nuk ka një afat skadence në momentin që mirëmbahet ashtu siç duhet. Qumshi i bledhës skadon për 12 muaj, bëhet fjalë në frigorifer profesional siç ne kemi. Ndërsa një frigorifer shtëpie maksimumi mund të qëndrojë deri në 3 muaj. Dhe normalisht edhe në frigorifer shtëpie bëhet fjalë që duhet mbajt në një frigorifer që nuk ka shumë kontakt me ajrin e ngrohtë. E dyta, dhe në një frigorifer që duhet ketë errësirë goxha, të mbështjellet me letra alumini siç ne kishim mbështjell, dhe të ketë venin e posaçëm. Kur thua frigorifer, nuk e ke fjalën për, domethënë ky është një Kjo është thjesht një çantë termike ose thënë ndryshe termus. Këtu nuk mund të mbahet një kohë të gjatë. Absolutisht jo. Këtu mbahet vetëm në 48 orë maksimumi, tani në dimër, dhe 24 orë në verë. Pra, kjo është vetëm për transportin nga Elbasani ose nga Tirana për jashtë vendit ose brenda vendit. Ka përdorim tjetër përveç përdorimit direkt, për shembull në kozmetik ose në trajtime të ndryshme në maska? Patjetër që ka efekte të pjesa e pastrimit të lëkurës, të rigjenerimit të lëkurës, por ne më shumë e përdorim për kuro shëndetësore, përdorim të brendshëm jo të jashtëm. Se ndodh që të ketë një kuro alergjike, një lëkurë alergjike nga qumshi i bledhës, edhe për shkak se kemi pas 2 raste, s'kemi tentuar ta çojmë më shumë. Por që në shumicat e rasteve e përdorim edhe për pjesën e lëkurës. Domethënë vetëm klientët
domethënë e bëjnë në shtëpitë e tyre, le të themi. Patjetër. Jo, ideja ime është që në industrinë e kozmetikës a përdoret goxha pjesa e qumshtit të bletës? Po, qumshti i bletës përdoret goxha në dhe në kompanitë shqiptare, nëse në kompani shqiptare shumë pak, por kompanitë e jashtme përdoret zakonisht qumshti i bletës edhe mjalti, domethënë. A ka kërkesa për shembull nga kompanitë huaja që duan ta marrin? Ne kemi kërkesa vetëm nga shqiptarë që jetojnë në Europë ose në Amerikë, por nga kompani ne nuk kemi interes ta shesim qumshin e bletës me pakicë, sepse nuk keni edhe në sasi, besoj. Po normale, po qumshi i bletës është shumë delikat, Antoneta. Është tepër e vështirë me nxjerr 1 kilogram qumësh blete apo 2 kilogram qumësh blete. Që kështu nuk kemi interes ta shesim me shumë micë këtë. Mund të më tregosh pak më shumë për pjesën e punishtes ose fabrikës tuaj, ku jeni të vendosur, në cilat zona merret mjalti, në cilat zona qëndrojnë bletët tuaja? Të jam shumë kurioze për këtë pjesën. Patjetër, atëherë neve prodhojmë mjaltin në Bilisht të Korçës. Kemi gati të 200 ca koshere blete dhe normalisht janë në 2 vende, Bilisht dhe Belç, që ne koordinojmë se bleta po nuk lëvizin, nuk nxjerr një produkt cilësor. Dhe atë vend ku kemi zgjedh në Bilisht është një pyll jashtëzakonisht shumë i bukur dhe të ftoj që të vish ta shikosh në të ardhmen. Do vi dhe te kosherën që të marr pak, unë kam fiksim mjaltin bashkë me atë me hojen. Kur të vi koha, me patjetër nuk ta solla hojen, sepse nuk është sezoni momentalisht. Po edhe në fakt jemi përqendruar edhe tek qumshti i bletës. Por gjithsesi ne pa cekur pak edhe mjaltin nuk do rrim. Absolutisht. Tani, me vërtet qumshi i bletës mund të ketë shumë vlera, po më i prekshëm edhe më i përdorshëm është mjalti, edhe ai nuk ngelet pas me vlera. Ne kemi traditë në Shqipëri fajkisht, mjaltin e kemi shumë qef, sidomos pjesa e Shqipërisë mesme përdor gjithmonë mjaltin shumë lulesh, mjalti me këtë lloj ngjyre, ose mjalti tradicional, domethënë është ky. Ky është mjalti i gështenjës, është gjithmonë më i errët nga mjalti i luleve. Po, ky është fantastik. Dëshiron të ta hap? Po, do e provojmë, se nëse qumshin e bletës nuk e provojmë dot, e para se kemi ngrënë mëngjes, nuk kemi ardhur pjesën, po mjalti e gështenjës, shoh që ke dëshirë ta provosh. Po. Na i bën me sy. Si fillim do doja që të ndjeje aromën, dhe të jap dy gjëra interesante që është për mjaltin. Ky mjalt gështenje nuk ngrin asnjëherë, dërsa mjalti shumë lulesh gjithmonë ngrin. Pra, jemi dhe transparent pak me pjesën e njerëzve që na dëgjojnë. Pra, nuk ka të bëj fakti ngrirjes ose jo me cilësinë, domosdoshmërisht. Absolutisht që jo, domethënë. Mjalti i luleve gjithmonë ngrin sepse ka përmbajtje të polenit, ndërsa mjalti i gështenjes nuk ka përmbajtje të polenit edhe nuk ngrin asnjëherë. Okej. S'më thej gjë për aromën, si do duk? Është shumë e mirë. Tani unë do ta provoj pak. Patjetër. Të ëmbëlsohem. Kënderin. Shumë e mirë. Të bëft mirë. E ja të ne sot do ketë edhe më shumë ëmbëlsi. Po që të djek pak ai, se është mjalt bio, s'ka probleme të ndihmojë. Shumë e mirë. Jemi në një periudhë në fakt që e kemi të domosdoshëm produktet që na sjell bleta, sidomos mjaltin që e kemi edhe më të prekshëm, siç e thash unë. Periudhë virozash përdoret edhe propolis. Le të flasim pak edhe për të? Patjetër. Propolis është një antibiotik natyral, është me pikatore, këshillohet të përdoret çdo darkë para gjumit dhe është jashtëzakonisht shumë i mirë për pjesën e çlirimit të rrugëve të frymarrjes. Pikatore është në këtë mënyrë, 1, 2, 3 pika përdoren për moshën 2 deri në 10 vjeç, 4 pika deri në 5 pika për moshën 10 deri në 25 vjeç, edhe në çdo një pikë më shumë, 25 deri në 55 vjeç 6 pika, ndërsa mbi 55 vjeç është diku dhe 7-8 pika. Pra mbarosh ka për një herë ajo, për një familje. Jo, është ka goxhake deri në 1 muaj reziston. Domethënë për një familje reziston për 1 muaj. Për një person, ndërsa për një familje pastaj pra, për një familje secili duhet ketë atë pikatoren e vet, propolisin e vetëm. Ajo shumë mirë për rrugën e frymarrjes edhe për ndalimin e virozave. Ti sugjeron që të përdoren të treja si produkte nga ne, për shembull, edhe niset me qumshin e bletës, pastaj të konsumohet mjalti dhe në darkë propolisi, apo mendon që ndonjëherë edhe vetëm njëra bën?
Qumshti i bledhës është baza, kjo është më kryesorja. Ndërsa mjalti pastaj është diçka plus, ndërsa propolis pastaj është diçka plus prapë. Po qumshi i bledhës është baza, kryesorja, nëse ti nuk ke mundësin të marrësh të treja produktet, paktën një shiring qumësh bledhe ose një kuro të plot qumësh bledhe, duhet ta përdorësh për veten tënde. Pastaj merr mjaltin dhe propolisin. Tani, përpara se ta mbyllim, dua të të pyes edhe për mitet që ekzistojnë rreth këtyre 3 produkteve. Ka njerëz që kanë frikë për shembull për mjaltin që mund t'i shëndosh ose në sensin që i bën keq për shkak të ëmbëlsisë që ka. Për qumshtin e bletës kam dëgjuar ndonjë po s'po them, mos të nxitohem. Domethënë për këto produkte ka mite që janë thjesht mite dhe nuk janë të vërteta që ty të qëllon ti dëgjosh her pas here dhe pastaj ti argumentosh se janë të vërteta. Patjetër që po. E para herë miti i parë është që qumshi i bledhës nuk përdoret me lug inoksi. Kjo është shumë, për mendimin tim, është diçka jo e drejtë, ose jo e vërtet, sepse kemi të bëjmë një lug inoksi ushqimor. Dhe këtë du ta shpjegoj se ne zakonisht edhe personazheve që na reklamojnë produktin, i japim lug inoksi, sepse është një inoks ushqimor që nuk i prish formulën qumshit bledhës. Dhe ky është një mit që është i rëndomt në Shqipëri, që pse përdore, po gjeta rastin dhe faleminderit që mu dha rasti ta shpjegoj këtë pjesë. E dyta është përdorimi i qumshit bletës me pika. Kjo nuk ekziston më. Ka qenë para ca vitesh, përdoret pik, por gjithë klientëve unë ja shpjegoj në këtë mënyrë, që nëse ti e përdor pik, qumshin e bletës është si me shku palestër, me u zhvesh me rroba palestre dhe me ik prap. Domethënë ti ke shku palestër, po s'ke pas servitin. Thjeshta për të thënë që ikam palestër. Treta është pjesa e shëndoshjes. Kjo faktikisht ndikon në persona të posaçëm, nuk është ndikon gjithë tek pjesa e hapjes së oreksit, tek fëmijët që janë të pa logjikshëm mënyrën e ushqimit normalisht ndikon tek fëmijët, ndërsa tek të rriturit që janë mbi 18 vjeç ose 20 vjeç e lart, nuk është se këshillon sepse e ka vetë në dorë, domethënë, nuk është se ndikon se e ka vetë në dorë. Gjithsesi pak e riska oreksin. Domethënë duhet kemi kujdes. Pak ndikon, por duhet të jemi të kujdesshëm vetë, domethënë kemi vetë ta mbyllim apo ta hapim gojën për të ushqyer. Domethënë kjo që nga shumë e mirë për personat që duan të rrisin në peshë ndoshta, se i rrit oreksin edhe... Patjetër, por ne kemi edhe një produkt tjetër që fatkeqësisht nuk e kam këtu, është poleni. Ai me kombinimin e qumshit bledhës dhe polenit është i jashtëzakonshëm për rritjen e peshës, sepse qumshi i bledhës hap ato depozitat diamore, ndërsa poleni i mbush, se është një proteinë natyrale dhe kjo ndikon në rritjen e të peshës në persona që kanë problem me Këto pra ishin disa nga mitet rreth qumshit të bletës, për mjaltin pastaj që të shëndosh, mund që mos të kemi frikra për shëndoshjen ose për ëmbëlsinë që ka, sugjerohet mos konsumohet esull apo përkundrazi duhet? Atëherë mjalti faktikisht, nëse nuk do përdorësh qumshin e bledhës, do përdorësh mjaltin esull dhe ndikon shumë mirë. Kemi mjaltin e gështenjas që është një mjalt ilaç dhe nuk këshillohet të përdoret ta lym bukën me mjalt, se me mjaltin e luleve mund ta lym, por se mjaltin e gështenjas absolutisht jo, sepse është ilaç dhe normalisht ndikon tek ëmbëlsia që tham dhe më parë për qumshin e bledhës. Pra duhet kemi kujdes me dozat e... Kjo përdoret një lugë e vogël kafje për fëmijët dhe një lugë çaj për të rriturit. Në rregull. Shumë faleminderit. Edhe unë u informova për shumë gjëra, sepse thash që kemi dëgjuar mite her pas here dhe kemi frikrat tona. Po që për çdo person pastaj që ka pyetje, mund të kontaktoni Denaldin edhe të pyesni për çfarëdo lloj informacioni që doni të shtuar. Besoj, tani keni arsye më shumë për të përdorur qumshin bledhës. Po. Besoj se kishte informacion shumë të gjerë. Kisha dëgjuar disa gjëra që siç thash, më kishin friksuar. Por që jo, do ta konsumoj edhe unë. Se sidomos tani që jemi live çdo ditë duhet jemi në top form për ju. S'po të pyes për moshën, por e nënkuptoj që kjo kuro mund të bëj punë për mbi 25 vjeç, që kështu do ta kesh dhuratë nga ana ime. Faleminderit shumë. Nëse do marrësh një kile, kam unë fajin. Do përpiqemi të kemi kujdes me kontrollin e ushqimit. Me patjetër. Shumë faleminderit. Faleminderit, shumë kënaqësi. Do kalojmë tani direkt tek Iva, e cila do të vazhdojë me rubrika të tjera këtu në Jatena.